U rithyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej në pjesën e dytë të emisionin tonë. Gjithmonë kemi të ftuar ku ne mundohemi të trajtojmë temat aktuale që janë në interes të publikut. Të dashur shikues, domethënë zgjedhja e shkollës së mesme është një nga vendimet më të rëndësishme në jetën e çdo të riu, pasi pikërisht këtu nisin hapat e parë drejt profesionit dhe së ardhmës. Në një kohë kur tregu i punës kërkon gjithnjë e më shumë kuadro të përgatitura dhe profesionale të specializuara, arsimi profesional po merr një rol gjithnjë e më të rëndësishëm. Pikërisht për këtë arsye sot do të ndalemi tek një nga institucionet më të njohura, mund të themi, në vend, tek shkolla e mesme Maria Curie Sklodowska, e cila ndër vite ka ndërtuar një traditë të fortë në përgatitjen e të rinjve në drejtimet e shëndetësisë dhe shkencave. Çfarë ofron kjo shkollë? Cilët janë drejtimet më të kërkuara? Si realizohet praktika dhe çfarë mundësish kanë nxënësit pas diplomimit? Dhe për gjitha këto në studio kemi dy profesoreshat nga shkolla e mesme Maria Curie Sklodowska, Sumeja Ferati Demiri dhe Gjuneida Mehmeti. Mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Përshëndetje dhe nga ne, është nderë dhe kënaqësi të jemi këtu me juve. Atëherë fillimisht pak të flasim për shkollën Maria Curie Sklodowska. Nuk mund të thomi që për publikun ndoshta nuk është një shkollë e njohur. Si do ta prezantonin shkollën tuaj, çfarë përfaqëson ajo sot në sistemin arsimor të vendit dhe cili është misioni i saj kryesor? Shkolla jonë është një institucion arsimor profesional, i cili bazohet duke ofron pra kontribute në fushat të mjekësisë dhe shëndetësisë. Misioni ynë është që t'i përgatitim nxënësit për praktikat të më të tjeshme, si dhe për studimet e më të tjeshme, pra për tregun e punës. Kështu duke ofruar dije cilësore dhe aftësi praktike, pra gjë që e bën shkollën tonë më të dallueshme prej shkollave tjera. Duke qenë se është një shkollë të themi me tradita, është një shkollë që gjithmonë ofron në atë se çfarë ka nevojë vendi në për cilat profesione. Mund na tregoni pak më gjërësisht për rrugëtimin e saj ndër vite, si ka qenë dhe si ka arritur të përshtatet me ndryshimet në arsim dhe nevojat e tregut të punës? Patjetër, shkolla jonë në fillimet e saj është hasur me një numër të vogël të paraleleve. Mirë po, me kalimin e viteve është hasur një interesim i madh i nxënësve dhe prindërve për shkollën tonë, kështu që shkolla jonë është zgjeruar vazhdimisht. Dhe sot kemi 6 paralele dhe në gjuhën shqipe pra patjetër, dhe patjetër që kjo është një rezultat i kontributit të stafit për punën e tyre pra ndaj shkollës, ndaj punës së tyre. Çfarë dallon shkollën e kimisë Maria Curie Sklodowska nga shkollat e tjera, sidomos në fushën e arsimit profesional dhe në atë shëndetësor të themi? Shkollën tonë e bën të dallueshme, pra drejtimet unike specifike që i kemi, që jo lehtësisht i gjejmë edhe nëpër shkolla të tjera. Një ndër pikat tona më të forta është kombinimi i teorisë me praktikën, pra çka mësohet në klasë, realizohet në laborator, kështu që bëhet interesimi më i madh i nxënësve, si dhe motivi i tyre që të angazhohen më shumë. Pra duke lidhur ato drejt për së drejti me atë çka mësojnë dhe profesionin e tyre në të ardhmen. Në të ardhmen, cilët janë drejtimet që ofron shkolla këtë vit dhe mund të na thoni dhe si janë të strukturuara ato në aspektin teorik dhe në atë praktik? E dim që në këtë shkollë gjitha drejtimet që i keni duhen patjetër të kenë edhe praktikën. Po, patjetër. Kemi 5 drejtime, kemi drejtimet kimiko-teknologjike, pra kemi teknikën për mbrojtje të ambientit jetësor, drejtimin teknik për prodhime kimike dhe kozmetike, si dhe drejtimin për laborant kimik. Kemi drejtimin shëndetësor, pra laborant medicinal sanitar, si dhe drejtimin teknik për optikën e syve. Pra nëse cilin drejtim pra, kemi pjesën teorike dhe praktike patjetër që e kryejmë në laborator, por edhe jashtë shkollës. Duke pasur parasysh se bëhet fjalë për profesione shumë të ndjeshme, qoftë ato kur bëhet fjalë për shëndetësi, gjithmonë duhet të jemi sa më të kujdesshëm në këtë drejtim. Çfarë përgatitje konkrete marrin nxënësit gjatë shkollimit të tyre? Fatkeqësisht duhet të ceki se ende përballemi me një mungesë të literaturës në gjuhën shqipe dhe vështirëson mjaft punën tonë, si për nxënësit ashtu edhe për neve. Megjithatë, neve japim maksimalisht kontributin ton, duke bërë orën më interesante, duke u dhënë, domethënë, duke i punuar me metoda bashkëkohore, si puna në grupe, forma të ndryshme të interaktivitetit,
që nxënësit pra të kenë njohuritë e tyre më afatgjate. Mund na thoni se cilët janë ato drejtime që vitet e fundit kam pasur më shumë interesim nga ana e nxënësve dhe çfarë i bën ato kaq tërheqës për atë drejtim, të themi, nëse ka interesim për një drejtim të caktuar? Zakonisht drejtimet mjekësore kanë më shumë interes, sidomos për vajzat, edhe pse kemi pra në këto drejtime kemi edhe një numër më të madh të konsiderueshëm të vajzave. Pra në drejtimet mjekësore vajzat kanë më shumë interes, edhe djemë po se po, pra për arsye se ky drejtim u mundëson atyre jo vetëm që të punësohen pas mbarimit të shkollave, por edhe në jetën e përditshme, në mbrojtjen e familjes, kështu pra kanë interes më të lartë në drejtimet mjekësore. Mirë po, mund të ceki edhe për drejtimin teknik i optikës së syve. Kemi mjaft interesim, pasi që është drejtimi unik në shkollën tonë dhe i vetmi në gjuhën shqipe. A janë programet mësimore të përditësuara sipas standardeve moderne dhe sa përputhen ato me kërkesat reale të tregut të punës? Po, ato janë shumë të avancuara dhe ne si profesor përdorim shumë mjete më të thjeshta, më të kuptueshme për nxënësit që të jenë më të kapshëm për ato, për shkak se kemi edhe disa lëndë të cilat janë specifike dhe profesionale, siç është edhe drejtimet siç janë te shkolla jonë. Ne si profesor, domethënë, mundohemi që ti drejtojmë ato tek nxënësit me projektor, me video, me metodat ndryshme që ato të kenë më të kuptueshme mësimet, po pastaj që edhe i kemi edhe laboratorët të cilët janë 8 në numër tek shkolla jonë dhe secili drejtim e ka laboratorin e vet, të stërumbushura me mjete, me kimikate, me substanca, si dhe me gjërat e tjera të cilat i duhen nxënësit që të shkojë atje dhe të marrë njohuri. Sa hapësirë ju jepet nxënësve për zhvillimin praktik dhe punën konkrete në laborator apo ambiente të themi profesionale? Zakonisht nxënësit tek shkolla jonë kanë edhe pjesën praktike edhe pjesën teorike. Dhe kjo i ndihmon më shumë për mësimet të cilat i merr gjatë atyre viteve që i kalon tek ne. Pjesa teorike do me thonë zhvillohet edhe në pjesën laboratorike, ku atje e shef edhe e prek vetë me dorën e vetë. Ndërsa zakonisht nxënësit prej vitit tretë fillojnë edhe praktika jashtë shkollës, të cilat janë ambulanta, janë spitale, të cilat shkolla jonë ka kontratë me ato, ka marrëveshje me ato, dhe shkojnë nxënësit atje, njoftohen me punën të cilën do ta bëjnë ata ardhmen dhe marrin atje njohuri ekstra që është jashtë shkollës tonë. Ashtu siç është e rëndësishme teoria dhe praktika është një gjë mund të themi për nxënësit është shumë e rëndësishme. Sa ju ndihmon kjo nxënësve? Ju ndihmon shumë, për shkak se unë jam një ndje prej atyre, unë kam qenë nxënëse para 7-8 viteve në këtë shkollë. Dhe tani jeni profesoresh në këtë shkollë. Po, tash pas disa viteve më kthi në një rol tjetër. Është shumë interesant që disa profesorë të cilët më kanë ligjëruar mua tash i shoh si koleg karshimeje. Është shumë efikase dhe shumë është e rëndësishme për shkak se zakonisht kur del prej shkollës sonë, nxënësi vetëm se është i avancuar me dije bazë, se zakonisht për të ndërtuar një shtëpi apo një ndërtesë fort duhet ta kesh themelin e fortë. Dhe na e kena piknisjen tek themeli. Për shkak se nëse është një themel i fortë, nuk mund të rrëzohet ai nxënës, nëse ka dijen bazike, nuk mundet që të rrëzohet. Zakonisht edhe fakultet e ka ma lehtë, pastaj po dhe në punën, nëse nuk vazhdon fakultet, shkon në punë, do t'i kese gjërat ditura prej të shkolla e mesme. Ju e potencuat që bashkëpunoni me institucionet, sa është ky bashkëpunimi i rëndësishëm qoftë për shkollën, por edhe me institucione shëndetësore, laborator, apo edhe kompani të themi të ndryshme për t'ju mundësuar nxënësve eksperiencë reale të punës? Shkolla jonë ka marrëveshje me shumë firma, me shumë ambulanta apo spitale, siç është Alkaloide firma, e barnave, të cilën vetë kum qenë atje si nxënëse dhe kemi pa krejt përdorimin prej të fillimi i një substance si formohet një hap. Pastaj i dërgojmë edhe na për kompani si Veze Shari, tash këtë vit kanë qenë nxënësit, kemi dërguar edhe na për laboratore për analizat të ujit, në për spitale, tani edhe friki patëm edhe tek spitali i shtetit, tek hematologjia, kur ke ditë e hemofilis. Dhe më thonë, mundohemi që t'i shënojmë edhe këto ditët, kemi bo edhe vizitat tek qendrat për fëmijët
që kanë aftësitë kufizume si savanti, Dua Ylberin e kështu me radhë, me qëllim që nxënësit të kenë pak njohuri të përgjithshme, njëkohësisht jenë edhe në një hap me kohën me gjërat e cilet do të ballafaqohen në të ardhmen. Në të ardhmen. Ju e potencuat që dhe shkolla juaj ka laborator për drejtimet që ofron. Mund të na thoni se sa i plotësojnë apo sa janë të pajisura për një mësim cilësor për nxënësit e kësaj shkolle këto laborator që i keni në shkollën e juaj? Janë shumë të avancuara, për shkak se ka shumë substanca, siç e potencova edhe më herët, të cilat janë krejt bazike për që një nxënës të kryejë ato detyrat të cilat i dëshiron apo që i kërkon Ministria e Arsimit. Domethënë janë të gjitha. Zakonisht nxënësit në për këto laboratore drejtimet laboratorike, siç janë laborant medicinal apo kimik, këto bojnë eksperimente, bojnë edhe parfema, bojnë buskuqa, kremrat ndryshme, këto pjesë të tjera të kozmetikës kyqen edhe këtu. Unë më herët kum qenë farmacit, e cilët ka qenë i drejtim në shkollën tonë, ne kemi bo edhe paracetamol, kemi bo disa pudra për lijen e dhenbe, si që kemi edhe ne, kemi bo do me thonë të shkolla, kena pas edhe do qajat, thata, të cilët i kemi po me mikroskop, do me thonë kanë mikroskop, pjesa e optikës, teknika e optikëve syre, ka mjete për ta pa dioptrinë e pacientit, do me thonë vjen një nxënës ose vjen një person don ta shoh dioptrinë e ka tek ne, është aparati, ndreqin syzet, më thonë janë ekstrem laboratoret të avancuara që janë krejt substancat. Sa ju duket edhe nxënësve interesante edhe kjo pjesa e punës laboratorike, se e dim, ne kemi qenë vetë nxënës, ajo pjesa e teorisë ndonjëherë na bëhet disi si monoton, po ajo pjesa praktike sa do pak në vjen pak më interesante. Po, është e vërtet, po ne edhe në këtë pjesë thash edhe më herët jemi mundu që me video, me gjërat ndryshme që me u spjegu nxënësve më të lehtë që ta kenë, për shkak se unë ligjëroj anatominë dhe është një lëndë pak më e koklavitme, më e komplikume, edhe mundohemi që në mënyrë sa më thjeshtë, sa më vizuale, me video të ndryshme me e kuptu, dhe pastaj zakonisht kemi edhe në laborator disa mjete, për shembull kemi trurin, e kemi sistemin tretës që janë me pankrasin, me të gjitha organet aty brenda, dhe i marrim, i çojmë në laborator, atje i spjegojnë, i shohin, i vizatojnë, për fat keq nuk i kemi të gjalla, por janë me plastik njësoj sikur se t'jenë reale. Do me thonë i kanë të gjitha mjetët aty, nxënësit kënaqen kur shkojnë atje, e kanë më interesant për shkak se hapësira është më e madhe se sa në klasë, janë laboratorët bajgit të mëdhoja, dhe aty i kanë kariket e veta, ulset e veta ku ulen krejtë dhe me mantila normal, me uniform, i prekaditin ato detyrat e cilat ja u ka dhënë profesori. Atëhere ju e potencuat që praktika ndihmon shumë tek nxënësit, bëni praktikë përveç në shkollë, edhe në institucione shëndetësore, por edhe në kompani të ndryshme. Kjo përvojë praktike ndikon në përgatitjen profesionale të themi dhe në vetbesimin e nxënësve? Po, shumë ndikon, për shkak se një nxënës kur e sheh veten se është e bën një substancë, është e bën një eksperiment, ai mendon se mund të arrijë edhe më shumë. Njëkohësisht edhe profesori duke i dhënë kurajo, duke e vlerësuar se çfarë bën nxënësi tek shkolla jonë, ai pastaj ka edhe vetbesim, ka edhe interes më shumë për zhvillu, për shkak se kum pa edhe shumë kolegë në për fakultete, ku kum qenë edhe unë studente, ne jemi dallu prej studentëve tjerë, për shkak se kemi pas edhe prej shkollave të tjera, të cilat na vetëm se i kemi pa, ato nuk kishin pa mikroskop. Edhe ne kur kishme lëndët e histologjisë apo lëndët të cilat u dashkemi pa diçka me mikroskop, na vetëm se e dishme mënyrën se si do të me pa preparatin. E dishme ta ndezim mikroskopin, dritën. Keni ditur ta përdorin? Ta përdorin, po. Edhe kjo është mendoj që është një hap shumë më përpara se sa tjerët, për shkak se mjekësia nuk e do pa praktikë. Nëse mësohet vetëm pjesa teorike dhe nuk zhvillohet në praktik apo nuk e shef, nuk e prej, mund mendoj se është kot. Për shkak se është drejtimi vetë ashtu që ki punë e kërkon, po e ki punë live, të tjesh aty drejt për drejt. Edhe pak ko fillojnë tani më regjistrimet në shkollat e mesme. Mund të na thuani se cilët janë kriteret të bazë që duhet të plotësojnë nxënësit për të pranuar në këtë shkollë? Cila nga ju do të përgjigjet?
Nxënësit për të pranuar të ne, do me thonë në drejtimin laborant medicinal sanitar, zakonisht do të kenë 70 pikë, pra do të jenë me sukses të shkëlqyeshëm. Drejtimit kimiko-teknologjike, zakonisht i pranojmë nxënësit me nga 40 pikë, 45 pikë në fakt minimum. Ka ndonjë provim, test? Jo, këto bazohen në bazë të suksesit nga shkolla fillore që e kanë. Po. Edhe drejtimi teknik i optikës së syve, pra do të kenë patjetër 60 pikë për të pranuar në shkollë. Për të pra, sa është interesimi, të themi? Vjen shtohet çdo vit në shkollën e juaj? Tani më ende s'kam filluar, nuk dim konkretisht interesimi sa do t'jetë për këtë vit, po të flasin viteve të kaluara. Si viteve të kaluara, ashtu edhe si vjetëve se kanë filluar nxënësit të kenë interes mjaft të madh, duke na shënuar në rrjetet sociale, duke pyetur pyetje të ndryshme, gjithashtu edhe prindrit vetë se na kontaktojnë për informacione të ndryshme, pra për fëmijët e tyre, për drejtimet, pra në lidhje me shkollën tonë. Kur fillojnë tani më afatet, afati i fardit, ka ndonjë datë konkrete nga Ministria e Arsimit apo ende nuk dihet? Për si vjet ende nuk janë paraqitur datat konkrete, pra normalisht i paraqet Ministria e Arsimit, mirë po zakonisht këto janë në qershor. A ka në, të themi, kufizim të numreve të nxënësve se sa duhet të pranohen në shkollën e juaj? Dhe me thënë numri nxënësve është i kufizuar dhe bazohet pavarësisht prej suksesit që e kanë ato. Dhe më thonë gjithçka bazohet. Çfarë këshille do t'ju jepni nxënësve, por edhe prindërve ndoshta edhe nuk kanë shumë njohuri për këtë shkollë, po që kanë dilema për të përzgjedhur drejtimin e duhur? Unë ju kisha thënë prindërve që të marrin parasysh më shumë drejtimet profesionale. Pasi që secilin vite që vjen pra nxënësit vetë se shumë më dobët i kemi, pra niveli është ulur mjaft, dhe për studime të larta, do me thonë shumë numër i vogël, do me thonë paraqiten që do të vazhdojnë, dhe me shkollët e mesme profesionale jepet mundësi e punësimit me njëherë pas mbarimit të shkollës. Dhe kjo është këtë e mundëson pikërisht shkolla e kimisë Maria Curie Sklodowska, që janë disa drejtime profesionale ku nxënësit pas mbarimit të kësaj shkollës së mesme, ata kanë mundësim për të punësuar. Mund të na thoni se pas përfundimit të shkollës, çfarë rrugësh kanë nxënësit? A janë të gatshëm për tregun e punës, të themi? Patjetër, pra për mendje dhe profesoresha Sumeja, se neve në laborator ato bëjnë praktikën dhe njihen dhe bëhen të gatshëm për tregun e punës, por edhe për studimet e më të tjeshme. Ato janë të gatshme të vazhdojnë edhe studimet në fusha të ndryshme, pra të mjekësisë, të kimisë, farmacisë, për teknologji ushqimore dhe drejtime të ndryshme. Pra varësisht prej dëshirës së vetë nxënësit. Sa është përqindja, të themi, nga shkolla juaj e nxënësve që kanë vazhduar, të themi, shkollimin e lartë? Pra ka një përqindje shumë të lartë që kanë vazhduar shkollimin. Mirë po ka edhe prej tyre që vetë se janë punësuar, pra ishën nxënës, janë punësuar si në laboratore dhe fabrika të ndryshme, ashtu edhe në vend, ashtu edhe jashtë vendit. Mund të na thoni se sa ndeshte të thuash diçka të shtashme? Deshta ta ceki se është shumë interesant kur shkojna për spitalet ndryshme, shoh shumë nxënës që kanë qenë te shkolla jonë, që kanë qenë edhe në gjeneratën time ose më të mëdhoj se unë. Është krenari kur i shoh që kanë zënë një vend pune dhe kemi shqiptar aty, kemi nxënës për shkollës tonë dhe e bëjnë punën në mënyrë sa më të mirë të mundshme. Në mënyrë ku jam profesionale. edhe unë vetë tek kjo shkolla aty, është edhe profesor Jusufi aty që ka qenë edhe profesor tek shkolla jonë, është profesoresha Aslia që ka qenë nxënëse tek shkolla jonë. Do thonë kemi një kuadër të madh që kanë qenë nxënës të shkolla jonë dhe janë nëpër vendet shumë të mira të punës. Të punës, pikërisht. Mund të na thuash pak Sumeja lidhur me këtë pjesën, nga kur ke qenë ti nxënëse në këtë shkollë dhe tani një profesoreshë, sa ka evoluar, të themi, shkolla gjatë këtyre viteve? Shiko, gjdo vit që vjen, potencoj dhe profesoresha, nxënësit nuk e di pse largohen pak nga kjo pjesa e mësimit dhe nuk e shohin shumë zakonisht këtë pjesën e të mësuarit si pjesë ditës apo të lexuarit. Do të thonë, unë mendoj se leximi ka filluar që të largohet nga dorat e nxënësve. Unë kur kam qenë nxënëse, kemi qenë vetëm 4 paralele. Ka qenë drejtimi teknik farmaceutik, teknik laborant medicinal,
ka qenë tekniki prodhimeve ushqimore edhe optika ka qenë. Vetëm këto 4 paralele kemi qenë, mirë po beson apo jo, jemi shty se cila klasë ka qenë më e mira. Dhe kemi organizuar... Kemi gara në mes vete. Po, kemi pas disa gara, dëshiroj që ta potencoj ka qenë edhe gara e kimisë që kemi bo mbrenda 2 klasave, kemi qenë ne si farmaci dhe pala tjetër apo paralela tjetër që ka qenë laborant. Dhe ushtyshim se cila klasë është më e mira, për shkak se kishim dikun të them 15 nxënës me 5-0 në klasë. Dhe ushtyshim se cila klasë do dalë më e mira dhe në fund fituam ne, klasa ime, dhe morëm një dhurat, një flutër prej të Muzeu i Biologjisë të cilët edhe profesoresha tani për shkurt kohë ishin atje edhe për vizitë. Morëm si dhurat atje, normal edhe certifikata dhe këto kanë qenë kujtimet të cilët unë kur asnjëherë nuk do t'i harroj. Besoj që kjo është dallimi, për shkak se shkolla jonë vetëm se ka vazhdu të avancu më shumë, atëherë kur isha unë nxënëse projektorat nuk kemi pas libra të cilët janë mundu profesorët në i sjellin në gjuhën shqipe, se dhe atëherë kemi pas mungesë. Me skripta të ndryshme, ndoshta. Po, me skripta të ndryshme apo me diktime të ndryshme, të cilët ai ka marrë librat për fakultet, i ka kombinu dhe na i ka dhënë neve shënimet. Tani kemi video të ndryshme në YouTube, i kemi të gjitha kushtet në shkollën tonë, dhe mendoj që vetëm se shkolla jonë ka shku duke u bërë më avancuar dhe më në kushte moderne të cilët i lipen të gjitha standardet. Sa ndikon kjo pjesa e mos të themi librave adekuate për nxënësit tek shkolla? Mendoj që ndikoj shumë për shkak se tek nxënësit është kriterit të cilët Ministria e Arsimit besoj që e ka rregullu për librin apo për moshën e atyve të cilët e kanë. Për atë është edhe libre. A na si profesor detyrohemi që t'i përshtatim mësimet, t'i përshtatim duke marrë libra për fakultetit që kemi mësu na, apo për nekun tjetër, që t'i rregullojmë dhe t'ja u japim atyve të gatshme që ta kuptojnë, ta thjeshtojnë, që ta mësojnë ata dhe kur njëherë asnjëherë më mos ta harrojnë. Mirë po, me anë të mungesës, do më thonë e bëjmë këtë duke i kombinu gjërat, edhe ja u japim të gatshme apo më të kuptueshme, duke u mundu edhe me video të ndryshme e me gjëra të cilët janë më thjeshtë për ata. Që ju përshtatet atyve për të kuptuar një lëndë mësimore sa më mirë dhe sa më qartë. Sa ndikon të themi edhe teknologjia, duke pasur që jemi tani në epokën digitale, dhe sa ndikon kjo pjesa, duke pasur parasysh se janë disa drejtime profesionale që sa do pak ndikohen drejt për drejtë me teknologjinë. Unë mendoj se teknologjia nëse përdoret për të mirë është shumë efikase, për shkak se tash e potencova dhe më herët, ka video të ndryshme, ka atlase 3D për telefona, të cilët e kanë më të lehtë nxënësit për ta pa gjën që të dëshirojnë që ta mësojnë. Mirë po nëse përdoret për t'i keq, atëherë është fatale, mendoj, për shkak se është të luajtur një rol shumë të madh pjesa e teknologjisë në mendjen e nxënësve apo mendjen e trive. Është mundem të them se është duke ja u shpërlar kryen krejt, duke i largu nga shkolla, duke i largu nga mësimi, duke e bërë shkollën old mind apo old school, ato që ka mësojnë janë më poshtë se tek ne. Na kemi potencial ato, do të thonë që gjatë orës mësimit zhvillohet mësimi, po njëkohësisht kemi edhe disa këshilla, për shkak se edhe shkollimi mesëm është edukativo arsimor, duke e bërë që edhe nxënësi në atë moshë që t'jetë i vetëdijshëm se çfarë bën, t'jetë i sigurt në vetvete, t'i largohet, ta dihet të keqen, ta dihet të mirën dhe t'i largoje këto veset e këqija, potencohet apo t'jetë i avancuar në drejtimet të cilat dëshiron që t'i merr për jetën e ardhshme. Do kjo është misioni jonë si shkollë. Qëllimi kryesor i shkollës, sa ndikmon kjo shkollë të themi në ndërtimin e një karriere të sigurt dhe të qëndrueshme për të rinjat? Mendoj se është mjaft e avancuar, mjaft e mirë, mjaft e sigurt, për shkak se është një shkollë që jep shumë mësime, jep shumë drejtime
të cilët janë deficiti në për shkolla tjera, është shkollë që ka të gjitha mjetet të mrejna dhe potencova dhe më herët që është një shkollë e veçume për shkollave të tjera, me laborator, me pajisjet ndryshme, me profesorët aty mrejnda. Por edhe me drejtime ta potencojmë këtë patjetër. Me drejtime të cilët janë unike dhe nuk mund të gjesh në për shkollat e tjera. Me sa di unë është e vetmja shkollë në vendin tonë me këto drejtimet, apo jam gabim? Po, ashtu mendoj që po. Është e vetmja shkollë e mesme që ka këto drejtimet profesionale. Po. Në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe. Për te i mësimit, si është jeta shkollore, aktivitetet që organizohen nga apo që ofron shkolla juaj, cilat janë ato aktivitetet? Gjatë vitit shkollor, neve bëjmë aktivitetet të ndryshme, gara të ndryshme, nxënësit angazhohen me projekte të ndryshme, pra zakonisht bëjmë gara në lëndën e kimisë dhe biologjisë. Këtë vit mund të ciki se kemi pas edhe aktivitete sportive, pra kemi pas një turne futbolli, që nxënësit e mirëpritën shumë mirë dhe erdhi dhe ashtu si një formë relaksi. Vetë se dje ka mbaru, pra ishte garë pra turne futbolli ndërmjet klasave dhe viteve brenda shkollës. Keni gara dhe në mes shkollave tjerave të shkollave të mesme? Diri tash jo. Diri tash, do më thënë i vëni ju brenda në shkollë, do më thënë me paralele që janë me klasa tjera, do më thënë aty brenda shkollës organizojnë këto aktivitetet. Ndërmjet klasave. Si mbështeten nxënësit që hasin vështërsi, të themi, në mësim, apo që kanë nevojë për ndonjë orientim profesional? Zakonisht, nxënësit na pyesin se cilën drejtim mendon që mu mund të më shkoje, apo cilën drejtim mendon që une do të kisha bërë perfekt. Na normalisht thash edhe më herët e potencova se ju japim këshilla të përgjithshme si për drejtimin e tyre, si për se një profesor e shef një nxënës se parafërsisht se sa i ka aftësitë e veta dhe e din se për çka mund të shkoje, apo për çka mund të jetë profesional në atë drejtim. Dhe për atë arsye këto nxënës janë më komunikativ me neve dhe na mundohemi që t'japim këshillat më të mira, më të mundshme dhe i orientojmë. Zakonisht i dërgojmë edhe na për, siç e potencova, na për ambulanta të ndryshme, na për fabrika, duke e pa edhe vetë se çfarë bëjnë ato punonjësit aty tek ato fabrika dhe ato e shohin veten në të ardhmen në ato vendet aty dhe e shohin se a do të mundin ta kishin bëu atë punë apo jo. Na përveç teorisë, përveç edhe këtyre aktiviteteve, bëjmë edhe të themi, kemi pas një grup protonët më herët, nuk e dija ka qenë edhe profesoresha prezent kur ka qenë ky grupi, më duket se vjetë ka qenë i fundit ka mbaru. Unë kam qenë pjesë e këtij grupi, të cilët kemi bërë edhe eksperimente të ndryshme bashkë me nxënësit aty. Gjithçka, do të thënë, shkollën tonë më shumë lidhet me kimin, me eksperimente, me substancat të ndryshme e me gjërat të cilët janë më interesante, për shkak se ka eksperimente të cilët për sasin, ka qenë pas telefonit që ajo gufojke dhe e bëjke një show shumë interesant, pastaj me ngjyra, tek pjesa e kimisë analitike, kështu me radhë. Do të thonë, janë përveç pjesës teorike, nxënësit kyqen edhe në për pjesë të tjera, aktivitetet të tjera, të cilët nuk janë monotone, po vetëm se kënaqen nxënësit me... Ju duket më interesante të themi, gjitha ato pjesë të laboratorisë, dhe unë të dvi, unë kam qenë një në shkollën e juaj pikërisht. Jo, presim prapa, hajteni. Me profesorin Jusuf, kur kemi parë tek pjesa e optikës, se si ndërton apo si realizojnë një parë syze të themi, dhe me ndihmën e nxënësve dhe profesorët e kemi demonstruar punën se si punohet pikërisht në shkollën e juaj Mari. Kisha dashur të potencoj edhe kur kom qenë në nxënës se kemi pas ndreq një parfem, dhe kur kemi pas vizita nga Universiteti i Tetovës, kanë qenë profesor Arjani Tereka bashkë me një profesor tjetër, ato u patën habit me neve se si prej shkollë të mesme ju keni ndreq një parfem. Të cilët kjo pjesa bëhet vetëm se më në studime të larta në fakultete. Është për të vlerësuar besoj kjo pjesë, se kemi marrë mirata apo fjalë miradije edhe prej profesorëve universitarë. Tani që jemi, do të bëhen zakonisht shkollat e mesme bëjnë edhe prezentimet në për shkollat fillore. Sa keni bashkëpunime me këto shkollat të themi dhe sa e keni mundësinë edhe ju që ta prezentoni shkollën e juaj në shkollat fillore?
Ne zakonisht dhe me thonë muajin maj bëjmë prezentimin e shkollës në për të gjithë shkollat e qytetit të Shkupit dhe në rrethin të Shkupit. Këtë vit kemi planifikuar javën e ardhshme, pra na mi presin shumë mirë dhe nuk kemi hasur diçka problem deri më tani. Dhe më thonë do të fillon Maria Curie Sklodowska të prezentohet në për shkollat fillore. Sa është interesimi apo dhe sa ju ndihmojnë të themi edhe mësimdhënësit që të shohin të ndoshta ndonjë nxënës ka ndonjë talent që pikërisht i përket shkollës suaj, drejtimeve që ju i ofroni, ju marrin në pyetje, ju tregojnë se ky nxënës ka këtë talent dhe mund ta shihni edhe ju ta vërtetoni se në cilin drejtim mund të udhëzoni ju. Po, patjetër, nxënësit kur janë në shkollë fillore, pra ende nuk janë të sigurt se ku do vazhdojnë studimet, më thonë në shkollën e mesme, dhe kur neve bëjmë prezantimin, dyqysh aty në ju ndihmon shumë. Në më thonë, ju pëlqejnë drejtimet, përdisa ne prezentojmë, tregojmë objektin e shkollës, tregojmë si rrjedhin puna në shkollë, edhe nxënësit pra tërhiqen nga kjo pjesë. Besoj se ndikon shumë tek nxënësit. Momenti se kur e dëgjojnë nxënësit kimia ju duket pak si lëndë e vështirë. Edhe gjithmonë e kanë atë tërheqjen. Sa ju ndihmoni për ta kuptuar, për t'ju thënë edhe atyre nxënësve se në fakt kjo shkollë është lidhur drejt për drejt të themi me lëndën e kimisë, po sa ju ndihmon edhe atyre që ta heqin atë frikën? Mendoj që këto lëndë të shkolla jona, apo drejtimet janë krejt me drejtime apo lëndë profesionale, dhe ne duke i këshillu ato, duke i tregu se nuk është gjithçka e pamundur, gjithçka mundet, dhe vetëm se duhet që t'ulesh dhe të ta studiosh apo ta mësosh atë pjesë që ti e dëshiron, dhe me mund, me lexim dhe me dëshirë arrihen të gjitha. Më thonë, nëse dëshiron që ta mësosh apo që ta arrish atë pjesë, që ta shohësh veten atë pjesë ku dëshiron, bëhet. Për shkak se një njeri të cilën e dëshiron një punë nuk ka sen që mund ta ndale. Unë për veti kom studiu në drejtim mjekësi të përgjithshme dhe tani jam në rolin e profesoreshës. Është një drejtim të cilën nuk e kisha mendu asnjëherë që do ta ushtroj. Është një detyrë e përgjithësi për mu, duke pas parasysh se ku mësu edhe në këtë shkollë dhe është një detyrë më e rëndë në mbi supet e mia, duke dhënë kontribut më shumë për këtë shkollë, të cilën më ka bo këtu ku jam sot. Ku jeni sot, pikërisht. Mund të na thuani se sa keni prezentimi do të bëhet në për qytetin, në vendin tonë në shkollat, por sa e keni mundësin të bëni edhe në vendet rurale? Shkollat, prezentimin e shkollës së mesme, në përfshatra të themi, në komunat të ndryshme. Do me thonë, prezentimin e bëjmë edhe në për komuna, në rrethin të Shkupit, pra si që ceka edhe më herët. Në cilat komuna konkretisht? Respektivisht në Saraj, pra edhe është interesimi i madh i nxënësve. Në komunën këtu në Studeniqan, pra edhe shkollën e kanë me lokacion më afër, pra zakonisht prindrit dhe nxënësit shohin sa më afër me pas shkollën, mirë po edhe pse do me thonë është larkë, vinë shumë nxënëse nga larkë, nga vendet të ndryshme, pra kemi edhe prej qytetit të Komanovës, edhe nga Derveni, pra nga Saraj kemi shumë, edhe nga Studeniqani, pra. Sa janë për shembull zakonisht e dim që regjistrimet kur bëhen me prindërit dhe sa janë të themi edhe të njohur edhe prindërit për drejtimet që ofron kjo shkollë? Përderisa neve i paraqesim zakonisht në rrjetet sociale, edhe në për shkollat që bëhet prezantimi, prindrit besoj se janë mjaft të informuar me drejtimet e shkollës sonë dhe ka nxënës që tashmë vinë edhe vetë bëjnë regjistrimin, pasi që njëherë do të bëjnë regjistrimin online, pastaj vetëm vinë në shkollë dhe i dorëzojnë pra dokumentet që janë të nevojshme. Pse duhet ta zgjedhim pikërisht shkollën Maria Curie Sklodowska? Dua përgjigjen nga dy ju si profesoresha të kësaj shkolle. Unë tash nuk e di si të flas si profesoresha apo si nxënëse. Mund të japësh dyja versionet, edhe si nxënëse dhe si profesoresh. E ke mundësinë. Si nxënëse kisha dashur me thonë se profesorët të kjo shkollë janë të avancuar mjaft mirë për këto nxënësit të cilët do t'i marrin drejtimet apo do t'i marrin mësimet. Laboratorët janë unike, të cilët kam qenë edhe në Panqe, kam qenë besoj që vetëm Panqja për shkollave të mjekësisë ka laborator, të Fitani nuk ka. Besoj që laboratorët janë pjesa më unike, siç është edhe vetë shkolla jonë. Pjesa tjetër,
Si profesorish, kisha desh të them se nxënësit për ne janë shumë të shenjtë, jo vetëm si numër, por sikur se të ishin fëmijët e tonë. Dhe mendoj që kur një profesor e shef anën e kundërt sikur fëmijën e vet, do të reagon sikur se për fëmijën e vet, do t'ja jep këshillën si për fëmijën e vet, do ta mëson sikur fëmijën e vet dhe dëshiron që ta shef më lart sikur se fëmijën e vet. Dhe për atë mendoj që shkolla jonë përveç drejtimeve siç e potencon deri tash për unike laboratorët shkollë, po besoj që edhe edukim do të merr në nxënës, sjellje të mirë dhe mësime do t'i ketë ekstra të mira. Dhe nga ana jote cili do të ishte pse duhet ta zgjedhim pikërisht shkollën e mesme? Diçka që nuk e cekëm deri më tash përveç drejtimeve, laboratorit, pra gjithçka pjesës së mësimit, lën rol edhe stafi jon. Pra jemi të gjithë të rinj në moshë dhe nxënësit janë shumë të lirë, domethënë me ne. Të jeni të themi vazhdimisht me kohën e tyre. Po, patjetër. Mendoj se kjo ndikon shumë. Kur janë profesorët më në moshë kanë edhe droje diçka nxënësit, ndërsa ndaj neve e them lirshë, janë më të hapur me neve, bëjnë pyetje të ndryshme, jo vetëm për mësime, domethënë por edhe për jetën e tyre të përditshme. Dhe në fund edhe një mesazh për gjithë ata nxënës që i keni ju në shkollë tani, por edhe për gjeneratat e ardhshme të cilët do të kalojnë nëpër duart e juaj dhe në bankat e shkollës. Nxënësve ju urojmë mas pari shëndet, edhe të kenë sukses dhe të fokusohen në mësime më shumë, pasi që kohës fundit thash edhe më herët e kanë lënë mësimin mësojnë vetëm për nota. Kjo është në të gjitha shkollat, jo vetëm tek ne. Pra të mësojnë më shumë që njohuritë e tyre t'i kenë më afatgjate dhe përderisa japën mundësinë e praktikës, të përkushtojnë praktikës, të marrin pjesë në praktikë që t'i kenë të këto njohuritë për jetën e mëtutjeshme, pra se nuk jo që do t'ju ndihmojë vetëm për punësim, por edhe për jetën e tyre të përditshme. Një mesazh shumë domethënës nga ana juaj? Unë do të kisha thënë që tani secilin të nësë ka telefonat apo laptop apo diçka në shtëpi nga ana e teknologjisë, kisha desh të potencoj që edhe nëse i kanë ato, t'i përdorin nga ana e mirë, të shohin video të ndryshme, të avancohen më shumë, edhe pse na gjithmonë themi se teknologjia është e keqe, por unë mendoj që ka edhe një anë të mirë, të mësojnë më shumë, të lexojnë, edhe të bëhen të diqen për veten e tyre dhe të jenë më mirë për jetën e tyre në të ardhmen. Ju faleminderit edhe një herë që ndat kohë që ishit pikërisht në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës, ku prezantuat në mënyrën më të mirë të mundshme shkollën e kimisë Maria Curie Sklodowska dhe shpresoj që gjithë shikuesit apo edhe nxënësit, por edhe prindërit të cilët nuk kanë njohuri për këtë shkollë tani më e dinë se për çfarë konkretisht bëhet fjalë dhe çfarë drejtime ofron kjo shkollë. Ju faleminderit. Faleminderit edhe për juve. Juve kënaqësi është jona. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për ditën e sotshme, kështu që mua nuk më ngele gjë tjetër përveç se të ju përshëndes dhe të ju dëshiroj një ditë të mbar. Mirëmbëjtje.